Biznesmeni Irfan Hysenbelliu, një nga njerëzit që urren të paguaj taksat, pati një përplasje të madhe me zyrtarët e shtetit. E quajti një sulm të bërë nga tatimet, përplasje personale me ish kreun e atij institucioni, Ceno Klosi. Më pas, akuzoi ish zëvendës kryeministren dhe ish ministren e infrastrukturës, Belinda Ballukun, për luftra personale. Në fakt, që në hyrje duket sa burr është Irfani, pasi nuk ka kurajon të thotë që përplasjen e ka pasur me kryeministrin Rama, se nuk besojmë që Irfani ende shikon ëndrat apo beson fjalët e Palvatës, se ai dhe Enveri s'dinin gjë, e kishte me meti me kokën e vet. Por këtu duket dhe karakteri i këtij biznesmeni. Por kjo i përket një pjese tjetër. Sot, çështja është dhe një procedurë ligjore pranë prokurori. Çfarë ka dosja? Dosja e prokurorisë ka një material shumë të thjeshtë pas një kontrolli të bërë nga organet tatimore, me një ndërtim përballë me Birra Tilana në rreth 35.000 metra katror, ku Irfan Hysenbelliu ishte pronar, trualli apo investitor, janë gjetur dokumente notariale, akte shitje për rreth 17 milion euro pasuri të shitura. Dhe për këto pasuri të shitura, Irfan Hysenbelliu nuk ka paguar dhe nuk ka deklaruar as një qindark në tatime në shtet, dhe ky material është marrë e çuar në prokurori. Dosja flen në prokurori. Në fakt, dosja duhet hetuar dhe duhet të hetojë me shpejtësi. E para, për të zbardhur të vërtetën. E dyta, që të mos ketë diferencë midis biznesmenëve. Irfani është pronar televizioni dhe nuk paguante tatime e sigurime shoqërore në 10 biznese të tjera. Dhe nga ana tjetër, thoshte se ishte një sulm politik. Çfarë sulmi politik? Midis 2000 bizneseve që kishin borxhe pa paguar, detyrime tatimore, sigurime shoqërore, i vajti një letër edhe Irfanit, por Irfani u çmend. Filloi të ulëriste pse i kishte vajtur shkresa zyrtare nga tatimet, ndërkohë që bizneseve të tjera u shkojnë muaj për muaj, ditë për ditë, u bllokojnë llogaritë bankare, por Irfanit nuk gudhonte kush, se ky qefania i madh i News 24-s, i Panoramës. A imagjinojnë dot shqiptarët që Fania stiçohet një dokument nga tatimet, paguaj borxhet? Fania shpërtheu, akuzoi, sulmoi, dhe më pas tatimet bën detyrën, bën kontrolle, gjetën thesare taksash të padeklaruara, të papaguara. Nga ana tjetër, kur kontrolluan te Birra Tirana, gjetën evazion fiskal, kur kontrolluan te Birra Korça. Kujtojmë këtu rastin kur kamioni dilte nga fabrika e birrës Korçës, me faturë kishte rreth 50 darka, ndërkohë brenda ishin 100 darka me birrë. Evazion i pastër, ndërkohë që po kontrollohej. Nga ana tjetër, Fania bërtiste, më ka faj shteti, po më sulmojnë tatimet, po më vën gjoba. Askush nuk i ka vënë asnjë gjobë Irfanit. Irfani s'ka paguar taksat, e kanë kontrolluar si gjithë bizneset e tjera, i kanë vlerësuar, i kanë futur interesat. Ti paguaj në shtet ato që s'ka paguar dhe çdo gjë është e qetë dhe e qartë. Pse shpërthen Irfani për taksat që s'paguan? Irfanit mos paguaj taksa, të tjerët paguajnë taksa. Si do të bëj biznesi konkurrencë? Si do të konkuroj tjetri me Irfanin, kur ky nuk paguan taksat? Shteti s'do t'i marrë të ardhurat, gazetarëve s'do t'u paguaj sigurimet. Ndaj është shumë e thjeshtë. Prokuroria duhet hetojë me shpejtësi dosjen që ka për Irfan Hysenbelliun, jo të flen mbi të dhe ta bëjnë që ta harohet. Ne do të jemi këtu dhe do ta kujtojmë ditë pas dite që Prokuroria e Tiranës të mos flen mbi dosjen e Irfan Hysenbelliut, sepse janë 17 milion euro të fakturuara me dokumente për shitje pronash të padeklaruara në shtet, pa paguar asnjë qindark te tatimet, pa folur më tepër çfarë u gjet te Birra Korça, që kalonte kamioni dhe kishte mall më shumë se sa në faturë, pa folur ç'është gjetur te Birra Tirana, apo pa folur për sigurimet dhe tatimet në bizneset e Irfanit, që si paguante kur, i vononte. Në fund u shpalli luftë institucioneve të shtetit. Pse? Thjesht se po bënin detyrën. E që të kemi shtet, shteti duhet ta bëjë detyrën. Së pari me Irfanët, me shokët e tij dhe me çdo tjetër. Dhe ndaj prokuroria duhet hetojë shpejt dhe me cilësi, pa pasur frikë nga Irfan Hysenbelliu, se del në News 24, apo se sulmohesh, akuzohesh dhe anatemohesh nga mediat që ai përdor si mitraloz për interesat e tij personale. Prokuroria duhet hetojë deri në fund për të treguar a kanë përgjegjësi kompanit, a kanë bërë evazion fiskal. Irfani duhet detyrohet të paguajë çdo taks që u ka vjedhur shqiptarëve, çdo qindark, sepse nuk je media në momentin që ekranin e përdor që të mos paguash tatime, taksat, mos paguash sigurimet e gazetarëve. Epoka e Irfan Hysenbellinjve duhet marrë fund me hetimin e plot të prokurorisë, me çuarjen e dosjes në gjykat, pa u ndalur asnjë çast, pa asnjë frikë, pa asnjë mëdyshim. Vetëm kështu vendoset shteti ligjor, vetëm kështu ka demokraci, vetëm kështu ka kapitalizëm, vetëm kështu shkohet në Europë. Imagjinoni diku në Europë të mos paguajnë taksat biznesmenët dhe mediat e tyre të plasin siç plet ekrani i Fanes ditë e natë, thjesht dhe vetëm se i kanë kërkuar të paguajë taksat.